Dashur shikues, jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar me një tjetër bisedë tani, ku do të kemi një rrëfim mjaft emocional nga zonja Behrije Nrejca Gashi, e cila është një heroine e heshtur që i dha kuptim jetës së 27 fëmijëve. Bashkë me mua në studio sot, ku do të flasim shumë çka bashkë me të. Mirë se erdhë, shumë kënaqësi që kemi sot në studio. Faleminderit, mirësi u gjetëm edhe ne juve. Si po ecin këto ditë për juve, si janë zakonisht fundjavat për ju? Mirë shumë, faleminderit. Mirë. Ditët e fundjavës i keni të ngarkuara me aktivitete, me punë, apo... Ditët e fundjavës zakonisht vjen vajza, e kam vajzën e martune, në fundjavë, kalojmë bashkë me dy mbesat, edhe me fëmijën që e kam në Strehim, e kalojmë kështu, dalëmi. E ditët tjera, 5 ditë javës, dhe me thani, kemi ato angazhimet tona, edhe ne, si familje strehuse, që kujdesim për fëmijët. Mirëm me punë të shtëpisë, mirëm me kujdesin e fëmijëve. Kemi në i trajnem kështu nga organizata për fëmijë pa kujdes prindëror. Ashtu kështu edhe kalojmë të me thonë javën. Historia juaj është e jashtëzakonshme, kemi shumë se çka të flasim sot. Ka filluar qysh para 20 vitesh. Po më herët, nëse kthehemi prapa në kohë, keni qenë një person që ju ka bërë gjithmonë përshtypje fëmijët, keni pas një kujdes më të veçantë gjithmonë për fëmijët? Po. Unë edhe vetë si, kur kam qenë si fëmijë, e kam pasën gjithmonë andër që të bëhem ose mësuse, ose diçka, se i kam dashur edhe fëmijët shumë, edhe vetë si kam qenë si fëmijë. Tani, në vitin, unë një martu në vitin 1990, edhe në atë kohë, tani burim ka shku mas 6 muajve martesë në shërbimin ushtarak të ishtë Jugosllavisë, edhe ka dezortu për shërbimit ushtarak, do me thonë edhe ka shku jashtë vendit. Unë i kom pas 2 fëmijë, djalin edhe vajzën, edhe unë deri në shku në Zvicër, kemi jetu për 6 vite. Si u përfundoi lufta në Kosovë, do me thonë, jemi kthy vullnetarisht në vendin tonë. Edhe kështu, kemi fillu, do me thonë, këto, kemi pas një biznes të vogël, një mini market, edhe në 2006, do me thanë, për mes televizionit një storje, edhe ka qenë që bëhë një familje strehuse shpëtoni jetë. Na nuk e këme ditë qka është strehimi familjar, se kemi ndëgju, do me thanë, kor, edhe kur ka arë mbramje bashkërti për punës, edhe i kumë thanë, tash qështu, tash strehim familjar, për do ke adresa, më lajmëru në qendër për punë sociale, tash edhe shkojnë ata shofim që është strehimi familjar. Si reagoj bashkërti? Bashkërti thanë, qofë se danë, tha, unë e isha në shpe, kujdesha për fëmijët e me, edhe tani edhe një djali kisha që më lindin Zvicër, do me thanë për 3 fëmijët e me, vajza i kish 14 vjeçare, djalin 11, i vogli 8 vjeçare, ishin të mija tonë. Tha shkojnë, tha dhe ta shofim që është ky strehim familjar. Kur shkom qendër për punë të mirëqenie sociale, ata na tregon që strehimi familjar është të kujdesin për fëmijë të braktisur, të keq trajtuar, të neglizhuar nga familjet biologjike. Do me thanë, tani kanë qenë do procedura, mi plotësu do kushte që me qenë familje strehuse, edhe mas një mujdite do me thanë që na pranun të gjitha qka i kritere, do me thanë i plotësum të gjithat, dhe na erdhi fëmiu i parë në Strehim. Ka qenë vajzë, ka qenë 5 javshe, edhe kështu vazhdu deri më tashtë, edhe do të vazhdoj. Dashurim për fëmijët e keni pas qysh në fëmijëri, që e përmendët, keni pas qef që ndoshta të bëjnë mësuse, që t'jeni sa më afër fëmijëve, jeta juaj në Zvicër për 6 vite, ardhja në jetë e 3 fëmijëve. Ishte një kronik në televizion që ju mori zemrën dhe e patë si informacion për këtë pjesë, po vajza ishte në një moshë më të rritur, 14 vjeçare. Si e kuptoj, si procedur e pranoj? E pranoj se na dhën bisedë me fëmijët tonë, e kemi pas ato procedurat, në përmes punëtorit social, në përmes psikologut, kanë qenë shpe që i kanë pyetur edhe fëmijët tonë, që a edhe jeni edhe ju të pajtimit, që prindrit e juaj po donë me marrë një fëmijë tjetër në shpe. Edhe fëmijat tonë e kanë prit jashtëzakonisht mirë këtë lajm dhe kanë pranu. Edhe fëmijët tonë kanë qenë shumë të lidhur me këta fëmijë gjatë kësaj periudhe. Do me thanë që i kumë pasën, shumë i kanë dasht, i kanë konsideru si vlezër dhe motra që i kanë, edhe ashtu pra vazhdojnë, edhe pse janë të martunë, vajza është e martunë, i ka 2 vajza,
djali është i madhe, ka një vajzë, i vogler dhe ata jetojnë jashtë shtetit, do më thonë, djemët, vajza jeton këto në Kosovë. Edhe zakonisht jam të lumtur që na si prindët e tyne, do me thonë e kemi ba këtë punë kaq të mirë. Do me thonë kemi në zemrën tonë ka vend edhe për fëmijë tjerë. Nuk kanë xhelozu, do me thonë, ose ata kur ndonjëherë që pse për shembull keni marrë kësi fëmijë, do me thonë të hujtë edhe keni punë shpinë, nuk e kanë pas kur problem. E përmendet që ishin disa kritere për të plotësuar patjetër për të bë shtëpi për një fëmijë pa kujdes prindror, cilat ishin ndër kriteret kryesore dhe si ja dolët edhe në aspektin financiar për të kujdesur për fëmijë? Po, kriteret kryesore kanë qenë në mos tu ka marrë drejta prindrore, neve për shembull si prind, dhe mos ke qenë ndjekur pilanisht nga këto që shkojnë procedurat ligjore, dhe kemi u këndur me pas të ardhna në shpe, edhe kemi pas një ndihmë të vogël nga shteti, do me thonë kur kemi fillu si familje strehuse ka qenë një farë social, me thonë, një fëmijëve 90 euro për një fëmijë. Dhe kemi pas marketin tonë, kemi pasën, do me thonë, antenën EPCO-s në vendin tonë të vendosur, dhe kemi mujtë një dalë. Se 90 euros kanë qenë shumë pak, për shembull, e tash mirë është, do me thonë, me kalimin e kohës, është rritë kjo shumë për fëmijët. E kujdesin e kena ende hala human. Fatmirësisht, po në atë kohë tregua që ishte takimi i parë me një vajzë 5 javshe. Po, 5 javshe. Çfarë ndjenjë ishte për juve? Na përshkruani pak atë takimin e parë. Ka qenë një ndjenjë, do me thonë, shumë e mirë, por kur imi këthy në anën tjetër e kemi pas edhe atë dhimbjen, se është lanë e fëmijë. Se une nuk më besu kur që një nanë mundet me lanë, me braktis për shembull një fëmijë. Se kemi pa këto vesh në për filma dhe nuk e kumë besu që është ngjarje, do me thonë, e vërtet. Po, ndodhin këto dhe nuk mujna me gjyku për shembull as një nanë, se nuk e dim që shikan ato. Edhe një ndjenjë ka qenë shumë e mirë, po kur po vjen koha për mu ndapi tyne, aja është më e vështira. Darja është, do me thonë, më vështire kemi kur ndapi me fëmijët. Kur vjen ajo kohë e ndarjes, si vazhdojnë procedurat ligjore për këta fëmijë? Po, kur vjen koha, gjithë statusi i fëmijët për shembull, përgatitet fëmija për adoptim, ose ka raste kthehet tek familja biologjike, ku pason e disa raste që janë kthyer tek familjet biologjike. Do me thonë procedurat janë nëpërmes shtetit, nëpërmes punëtorit social, kujdesari ligjor i fëmijët, edhe kështu do me thonë, na kemi vetëm kujdesin. Mu kujdes për ta. Po, të kujdesini për një fëmijë, për një foshnjë vetëm 5 javshe, është edhe përgjegjësi në të njëjtën kohë. Normal. Sa herë jeni përballë edhe me pjesën e frikës, e sfidave gjatë këtyre 20 viteve? Frika më shumë ti ka qenë për një djalë që jam kujdesën, ka qenë me sindrom Down. Për atë djalë jam kujdesën 6 vjet e gjys. Ai ka qenë lehtë që ka qenë me sindromin Down, por edhe ka pas probleme shëndetësore. Ja kemi kryer intervenimin për zemër, do me thonë vetë ne si familje strehuse. Edhe ka pas edhe probleme tjera, se s'ka hec, s'ka fol. Do me thonë atë fëmijë është duf më mirë shumë. Ka pasën, për shembull, në pi mëngjesi dek tërtin mbrëmje, do me thonë, ja kum kushtu ati fëmijës. Edhe sa e kum pas ata në strehem, vetëm gjatë pandemisë i kum pranu edhe 2 fëmijë tjerë, se s'kum pranu fëmijë tjerë strehem, se është dashur më mirë me atë fëmijë, shumë. Ka kërku kujdes veçantë. Kujdes veçantë ka pas ai fëmijë. Do me thonë edhe ka qenë tani edhe i smut për i veshkave, ma shumë më këndof me nejtë në për spitali me ta. E qështu, do me thonë, kena sfidu për atë fëmijë, do me thonë, këtë familja. Keni gjetë dyrë të hapura për raste të tilla, tregua që intervenimin e keni përfundu ju, po ka pas edhe probleme tjera shëndetësore i fëmijë. Sa keni pas dyrë të hapura për intervenime, për kontrolla, sa keni pas njohuri në atë kohë edhe për sindromën Down? Për vizita, do me thonë, familjare që është bëhen, ne kemi pediatri në shtime, doktora Zem Tërshanin, që për këta fëmijë, do me thonë, me qindra fëmijë që kemi pas strehim në 3 familje strehuse në shtime, ai nuk ka marrë as, do me thonë, pagesë për vizitë që javë ka bë fëmijëve.
Edhe gjithmonë na ka thonë që ju, për shembull, për kujdesi 24 orë për këtë fëmijë, unë jam në gatshëm 5 minuta, 10 minuta, mi shërby këtë fëmijë, do me thonë. Edhe do me thonë, ai është një doktor shumë i mirë, edhe faleminderoj shumë. Edhe në vende tjera, aty këto, ka pas që na kanë prit mirë, në fillim, ka pas raste edhe që na kanë gjyku, edhe na kanë gjyku, pse e ki marrë, për çka e ki marrë për shembull, ka pas edhe asaj raste. Keni pas komente tilla dhe nga... Po, kur e kemi qute doktori, ka pas nështë edhe doktor që të ka thonë pse e ki marrë. Po. Edhe ato shumë na kanë, mu për vetë më kanë prek si familje strehuse, se une kur kumë po për shembull 24 orë për atë fëmijë, edhe 7 ditë javës, 24 orë, ti s'unë për banë 10 minuta, 15 minuta një vizit mja, po, aja është lëndim i madhë, edhe për neve si familje strehuse, por edhe për fëmijë. Po kur jeni përballë me këto sfida, keni marrë komente apo paragjykime tilla edhe nga rrethi juaj më i ngushtë, nga familjar, nga shoqëri, komente tilla? Gjithmonë ju kanë përkrahur. Fillimi ma ka qenë pak nga shoqëria, se nga rrethi familjar ne kemi biseduar dhe me rrethin familjar, që dojmë me fillu këti humaniteti, do me thonë jena mirë prit prej gjithëve, shumë mirë si familjes tejme edhe familjes bashkëshortit. Më vonë, do me thonë, nuk kemi marrë paragjykime për askujna. Do me thonë se është një punë shumë e mirë, është një punë, se kur ta strehojsh një fëmijë, për shpëton një jetë, kjo është një punë shumë e mirë. Na vlerësojnë gjithë, na faleminderojnë gjithë, qysh po mundi mja dalë, bravo ju qoftë, janë të komentet e njerëzve, tash për shembull, nuk na paragjykojnë, do me thonë që. Për këto 20 vite e keni pas ndonjë moment kur keni mendu me u dorëzu? Mos të strehoni më fëmijë. Jo, kur. Edhe hala nuk dorëzohem. Jo, edhe momentet pëse kena sfidu shumë për këta fëmijë, do me thonë. Shumë kena sfiduën, ka pas net pa gjumë, ka pasën, do me thonë edhe na kemi qenë herë smut, asi po jo, nuk kemi dorëzu kur. Nuk kemi dorëzu, edhe pse bashkëshorti më ka ndru jetë që 2 vite e gati, edhe prap nuk dorëzohem, prap do të vazhdoj, se edhe ai e ka dasht, do me thonë, këtë punë bashkë me mu, më ka ndihmu shumë, edhe fëmijët na ka ndihmu. Të rani ta kujtoni bashkëshortin. Faleminderit, kështu do të vazhdoj prap, edhe pse jam jetoj vetëm vetë, ashtë shpe, do të vazhdoj, derisa të më jep Zoti shëndetin, do të vazhdoj. Maksimumi i fëmijëve që keni pas në shtëpi ka qenë 3, siç e thekët, apo jo? 3, po. Po përveç pjesës së kujdesit fizik, shëndetësor, pjesa e lidhjes emocionale me fëmijët? Lidhjet janë me gjithë fëmijët e njëjta, do me thonë. Ka qenë e barabartë gjithmonë dashuria? E barabartë, po janë do raste që fëmijët që kanë qëndru ma tepër, do me thonë, e kanë dashnin ma tepër, do me thonë. Sa të jetosh me një, për shembull me një person, edhe e kia dashnin ma tepër. Do me thonë, atë djallin që jam kujdes 5 vjetë e gjys, aje ende më thretë mami, tash është 22 vjeqar, na vizitan, dhe tash të e ki djallin me sindronën të onë, që është tjetër familje strehuse ka shku, do me thonë edhe për ta, do me thonë do t'jetë në zemën të më dekter, tesa të kam frimën e fundit. Se 6 vjetë e gjys me sfidu për një fëmijë me nevojat veçanta, nuk është edhe e letë, e shtu edhe me tjertë fëmijë, do me thonë. Normal lidhjet janë njëjta. Mundomi mi ofru dashnit gjithëve njëjtë, do me thonë. Pra të regua që ka fëmijë që kanë qëndru për periuda të ndryshme, po normalisht që me ata që keni qëndru më gjatë, keni pas një lidhje më të fortë emocionale. Si e keni kriju atë raportin se si t'ju qasem, për shkak që të regua që një ndër fëmijët ju ka thirë mami? Po. Keni pas ndonjë problem në këtë aspekt që o fëmijët tuaj, apo si janë drejtu zakonisht fëmijët në aspekt me juve? Jo, nuk, fëmijë ato nuk e kanë pas problem, se ata tash më kanë thirë mami, do me thonë. Kur i kemi pas për shembull 2-3 raste, fëmija ata që kemi pas fëmijë të strehim, e kanë pas atë xhelozin, do me thonë. Se kanë qenë një moshë, do me thonë. Për afërt, a? Për afërt. Kanë qenë 2 vjetë, për shembull, një vajzë e kom pas 9 muajshe, tjetri ka qenë dikon 6 muaj, 7 muaj qështu, dhe ata të rritë tani edhe kanë filluar xhelozien, për shembull, se kanë thonë mami është e jem, ja, ku ta dijon ato, si fëmijë, do me thonë, normal. Tani edhe ata 2 më karo shumë i maj, 2 vjetë, do me thonë me këta bashkë me sindronën Down që në pas këtë fëmijën. Ata njëni është shtyte familja biologjike, njëni është konë adoptim. E kemi sindronën Down tani për një periudë, do me thonë mas tyne
ka mbet edhe për 5 vite gati. Do me thonë, mas antej. Tregua që ka procedura ligjore pastaj pas trehimit nga familjet, disa nga fëmijët kthehen edhe tek familjet biologjike, disa në adoptim. Në adoptim, po. Po kthimi tek familjet biologjike, si ndodh pastaj? Këtë ndodhi nëpërmes procedurave ligjore, nëpërmes punëtorit social, edhe ata fëmijët që kthehen tek familja biologjike kanë kujdestarin ligjor, menaxherin e rastit, edhe ata kështu. Janë ato familje që në një forma për tjetër janë pendu. Janë pendu. I kërkojnë prap. Po, i kërkojnë prap, po. Ka ndodhur që ndonjë familje biologjike nuk i ka plotësuar ato kriteret për kujdes prindror dhe nuk i është kthyer. Nga ona unë nuk e di. Unë nuk kam pas një rast. Po, ndarja nga fëmia e parë që keni pas në përkujdesje, sa ishte e vështirë për juve ajo lidhja emocionale, ndarja? Po, fëmijën e parë jam kujdes vetëm 4 muaj, do me thonë 5 qafshe ka arë, vetëm 4 muaj, ka shku në adoptim. Kam lidhje ende me këtë fëmijë, edhe me familjen adoptuese, edhe ka qenë e vështirë. Do me thonë, fillimi ka qenë e vështirë shumë edhe për neve si non-streuse, do me thonë si jonë. Po me kalimin e kohës edhe jemi mësu, do me thonë që kjo fëmijë, do me thonë, e kemi ditë ashtë që nuk është yte, kemi marrë për një kohë caktuar, më kujdes për ta. E vështirë ka qenë. Vështirë. Është edhe aja, si të them, një javë për shembull, ose një 10 ditë pa shku fëmija në adoptim, ose tek familja biologjike që kthehet, është interesante që edhe fëmija nuk rahatohet. E ndjejnë? E ndjejnë atë ndjesin që ai tash po largohet. Është interesant. Nuk e merr gjumi mirë nato, nuk është shihet mirë. Është bilum kjo vajza 4 muaj që kanë qëndruar tek one, edhe kur nuk ka harroj patar familja adoptuese me ia bani vizitë, se familjet adoptuese i kryjnë 3-4 vizita ose 5 vizita për me adoptu tani fëmijën. Edhe filloj qika me çajt, edhe në dyjat fillu me çajt. Edhe po na i banë burri asaj, na tha, shka keni, tha që po qajnë. Ti tha pe merë për veti, tha, edhe ti tha, kur dush, tha, kur ta do tha shpirtit jenë ta vizitane, ose ta bi, tha, one, tha. Dyqysh e ka pos, atë që vogël, edhe e ka pos atë ndjesin që po largohet, ta shpe neve. Pikërisht ky raporti edhe me familjet pastaj, sa kanë qenë të hapur që ju t'i vizitoni ata fëmijë, të mbani kontakt me ta ende? Ka familje që majnë kontakt me neve. Ka, edhe është aja shumë e mirë që majnë kontakt me neve, se për shembull kur shkon një fëmijë, ti nuk e din ç'është me fillu, me ushqy, ç'është e ke ushqy, ç'është e ke rahatu, ç'e ke qenë gjon për shembull. Ka familje do me thonë edhe shkputin këtë lidhjen. Nuk kanë dëshirë për shembull me majtë lidhjen, po shumica familjeve kanë dëshirë me majtë lidhjen me njëve familje streuse. Ata fëmijë që kanë qenë në një moshë pak më të madhe që vetëse kanë qenë të vetëdijshëm se çka po ndodh, kanë krijuar një raport, një lidhje me ju, po besoj që edhe ata vetë personalisht kanë kërkuar ndoshta ndër vite që të takoheni, të mbani raport si disa prej tyre që veç i cekën. Po nuk e di tash disa është në këto të 2 vite ti bojnë fëmijë të 18 vjet, do me thonë, nëpërmes shtetit, shteti i tregon që nuk është fëmija asaj familje. E ka familje për shembull kjo vajza 4 muaj që ka shkuar, nuk ka thirrë nana adoptuese, kur është momenti më i mirë që të tregojnë e çikës që nuk jam nana e saj. Ne nuk jemi prind biologjik. Edhe do me thonë, i kom thonë që mosha më e mirë është 14 dikon 15 vjeçare, dhe shkoni dikon me një vend ku është të kënaqur çika dhe ja tregoni. Edhe kur i ka tregu çikës, edhe çika tani më njëherë ka kërku për me orë të onë. Edhe ka thonë, du me shku me vizituat nanën, që më ka kujdes për shembull për 4 muaj, se edhe aja ka orë me probleme shëndetësore, për shembull fillim. Edhe tani kanë ardhën, 16 vjetë, kur i ka pas ka orë me nanën biologjik adoptuese, edhe më ka falimnderu shumë, edhe më ka thonë, ku më jone tash me gjetë në prind biologjik. Ka pas dëshirë me Po ka pas dëshirë. Shumica prej tyre kanë këtë dëshirë që ti takojnë familje biologjike, prindërit biologjik, po? Unë e kum pas vetëm që ky rast, për shembull. Vetëm kjo, edhe aja vajzë është 20 vjeçare dhe i ka gjetë prind biologjik nëpërmes punëtorëve social, do të thonë nëpërmes shtetit. Qështu, po ata prapë rrinte aja familja adoptuese që e kanë rritë. Janë mirënjohës për familjen adoptuese. Pra edhe në aspektin ligjor, familja adoptuese duhet në një pikë të informojë ata fëmijë që janë të adoptuar. Edhe në aspektin ligjor duhet me i tregu që fëmija është i adoptuar.
Se do të me ditën, për shembull ka e ka nanën, ka e ka babën, që nëse një lidhje dikur ma vanë me atë fëmijë mos tjetë e familjes, anës, babës ose nanës. Kja është një shumë e mirë, për shembull mi tregu fëmijët. Se mundet mu lidhë me një, për shembull si vajza, si djali, me një të afër, me të familjeve biologjike, për shembull, që kanë kauna nanës ose babës. 27 fëmijë për 20 vite të kujdeseni në çdo formë, se cili me karaktere tipare të ndryshme, sa ka qenë vështirë me ja dalë. Jeni lodhë ndonjëherë dhe emocionalisht, përveç asaj përmbushjes shpirtërore që e keni pas gjithmonë nga ata. Unë nuk e di, unë po flas për veten, unë veç jam shumë e lumtur që kam qenë nanë e këtyre 27 fëmijëve. Një nanë jo biologjike, do të thonë. Edhe nuk e di kur nuk jam lodhë. Falenderoj Zotin që ma ka shuat vullnet. Kur nuk jam lodhë, kur nuk më thonë pse e mora, ose nuk e di. Nuk e kam një rast, për shembull me thonë pse jam tashti, për shkak u morë ose me shku me një pushim, nuk po mujmë ja dalë, ose tek familja diçka. Se na këtë zakonisht e këta fëmijë i marrëm te familja. Kum shku te familja vakia, kur i kum pas prindgjallë, kum net ka një javë, kum marrë fëmijët që kum pas trehem. Bashkërisht, do me thonë, me këtë fëmijë shkojnë anë, se kam problem as familja e jem, do me thonë, as familja bashkëshortit. Edhe ata i mërë presin, i dojnë si na. Jam për kujdes sigur jo? Si na, ama do me thonë, unë për veti nuk jam lodhë kur. Kur nuk jam lodhë. Edhe kur si jam pëndohë dhe nuk pëndohëna, prapë do të vazhdaj. Po, cili ka qenë ndoshta momenti më që ju ka thyer zemrën? Kujtimi më emocional për juve? Ky fëmijë që jam kujdes 5 vjetë gjysë, do me thonë ai, kur ka dalë adet, ka qenë shumë e vështirë, se të kishku ose në adoptim, ose të kishkëthy tek familja biologjike, edhe për neve ka qenë ma letë, po e kemi përcjell në sos fshat, do me thonë, këtu në Prishtinë, ai ka shku, edhe do me thonë nuk e kum përcjell për të shtëpia përfundimtare e tij. Pse ka ardhur deri te ky vendim? Ka ardhur te ky vendim se prindi i tij nuk ka dashur me hik dorë për fëmijët. Edhe do me thonë që të kishë ndru djali ma shumë në strehim familjar të kone, aja lidhja kishë ndru konë ma e shumë, për shembull ma e gjatë. Edhe 3 vjetë ma heret ka qenë që fëmiju me një familje strehuse, ose ndrimin e familje strehuse. Se po lidhet familja me fëmijun edhe është vështirë tani munda, edhe ai nuk ka pranu me familje tjetër strehuse, për pos me lanë të na. Po tani punëtori sociale edhe për me hik për neve që mos me qëndru ma gjatë, edhe të me që sas fshat, për shembull. Sot, si qëndron jeta e ati fëmije? Jeta ati fëmijët ai është rritë këtu, do me thonë, në Prishtinë. Jeton me ata fëmijët që është rritë, me shok, me shoqe, jetojnë bashkë, punojnë. Qashtu, jeta atyre është, shkollohen, kryjnë ato obligimet e veta. Në ta kanë, vjen vizite one, kur kemi diçka, na i darsëm, na i aheng, për vitri, na viziton, për na i bajram, po vjen djali. Kështu, jeta ftyne, do me thonën, e ai, one do me thonë për ato vuj, gjithmonë. Sa i, kur të fillan, ku me fillu për zerës. Se këto të na shteti pak, për ta thmi nuk është për krasë sa dohet, që për shembull më javë dhoni banesa, diçka për shembull. Ata vetë punojnë, vetë e pagojnë atë qirani banesës, blejnë ushqimet që aty ushqehen qështu. Pra dhe këto institucione janë përgjegjës deri në moshën 18 vjeçare, apo jo? 18 vjeçare, po. 19, sa më duket, 19 qështu. Pre asaj moshe gjinden vetë me jetë? Përballen me çdo sfidë vetë? Me çdo sfidë. Po në anën tjetër keni pas raste nga më të ndryshme të fëmijë. E përmendet që një familje strehuese mund të strehoj një fëmijë pa kujdese prindrore deri në një periudhë kohore 3 vjetë, dikon. Është kjo që për shkak të mos bëhet një lidhje e tepërt emocionale mes familjes edhe fëmijës? Po, për çat arsye, për shembull që fëmiu me qëndru sa ma pak strehim familjar, është ma mire për fëmijën, po edhe për familjen strehuese, do me thonë. Sa ma pak, mjë zgjidh statusi më heret, qofse donë familja biologjike me këtu i kthejet e familja biologjike, qofse s'donë, shkon fëmiju në adoptim. Po besoj që edhe fjalët e tyre gjithmonë i keni në mendje. Normal, në mendje.
Edhe për se cilin kam diçka, kam tani për se cilin. Një kujtim bukur. Një kujtim bukur, për dika një shishe, një meme, një shall, një diçka. Për se cilin i kam ato. E kam ditarin e fëmijëve, që i kum shkru, kur i kum marrë, kur kanë shku pe meje, shka kanë kaluën, sa kanë qenë të ona të kujtimet e mira, e shto. Se të janë ato fjale që nuk i harron asnjëherë që ju kanë thënë fëmijët? Qoftë në momentin kur janë largu nga ju, qoftë gjatë jetesës së bashku? Fjalët të djalit më rrinë gjithmonë në mendje kur ma ka bë pyetje në mami, qysh ki qefon e ty më të thirë? Edhe për këtë fëmijën kur të thojnë mami, do me thonë fjala e parë si cilë fëmijë, është kur thotë mami. Edhe është një ndjesi kur këthesh në anën tjetër edhe thuti vetë me vete që une nuk jam mami këti fëmije, po apet jam e knaqër që Allahu ma ka afru këtë mundësi që t'jam dhe në shumë fëmijëve. Edhe pse fatkeqësisht keni humbur bashkëshortin para një kohe, ju prap vazhdoni. Prap vazhdoj, po. Bëni këtë punë me shumë dashuri, me shumë vullnet. Me shumë vullnet, falimderoj Zotin, falimderoj. Mas pari inshallah kam shëndetin. Shëndetje është në pikë parë, shëndetje është e tjerat. Shkame, po, kështë është jeta. Po, për momentin, keni ndonjë familje për Po, e kam një vajzë, ka marrë një mujshe, tash i ka 6 muj. Po, është fëmijë shëndetshëm, është fëmijë mirë, të kaloj kohë me ta. E kështë. Tregua që maksimumi i numri që keni pas për një periudhë të njëjtë ka qenë 3 fëmijë. Pra gjatë këtyre 20 viteve keni pas një fëmijë, 2 fëmijë që kanë lëvizur, kanë ardhur prap. Po, kanë ardhur prap, ashtu. Kanë shku për shembull 1 vit e gjys, 2 vjet në adoptim, ka ardhur tjetri. Edhe këtë fëmijën që e kam tashti, kam qenë jashtë shtetit, një për 3 muaj, edhe kur ku ardh, kam kërku nëse ka në ajo. Jam e gatshme për me strehu. Edhe kështu, inshallah nuk do Zoti nuk ketë kurrë fëmijë. Nuk ketë kurrë, sa është një punë shumë e ndihshme. Inshallah nuk ketë fëmijë të braktisur, do Zoti kurrë. E të ketë sa ma shumë familje strehuese. Ka mjaftu shumë familje strehuese në Kosovë? Nuk janë edhe mjaftu shumë. Nuk janë. Këtë Kosovën jenë dikon 20 familje strehuese. Do me thonë si Prishtina që është një qytet shumë i madhë, nuk ka familje me disa. Edhe këto organizata për fëmijë pa kujdes prindëror OFAP, aja do me thonë edhe ban lobimin e familje strehuese, edhe në bas tonin, po dhe në bas që i kanë ato, edhe aja në mbështet shumë, do me thonë organizata OFAP, në mbështet me trajnime, në mbështet edhe me gjana për fëmijë, herë me ushqime, herë me veshbathje, herë me psikolog, me pedagog, në i qanë të shpia, fëmijët që janë për shumë më të rritur. Edhe kjo organizatë, me thonë, na është gjithmonë pranë, kur i kemi ato vështërsit. Po, keni kontakt edhe me familje tjera strehuese? Po, kemi kontakt, se marrëmi pjesë në për trajnime së bashku, do me thonë. Po, kemi kontakt edhe kështu, kemi grupin tonë, edhe bisedojmë, për shembull, kërkojmë ndihmë për njëna tjetrës, për shembull edhe kemi një fëmijë kështu, kemi një fëmijë, mund është timi ofru diçka ma tepër diçka, po, kemi kontakt. Përveç këtyre trajnimeve, ndihmave në format ndryshme nga organizatat, sa keni gjetë mbështetje edhe nga vetë institucionet e Kosovës, nga qendrat për punë sociale? Sa vinë me ju vizitu, sa ju thrasin? Na vinë, kove të fundit është ma mirë është në kove të fundit, edhe pagesa do me thonë në sociali i fëmijëve, për me ushqy, me veshbath, me mjeku do me thonë është ma mirë. Do me thonë pina dhe tërë që tashtë i marrë me dikon 350 euro për një fëmijë, që kemi për kujdesje. Ja delni? Po ja dalmi. Që është fëmijë shëndosh, ja del. Se kujdesin e kemi human, do me thonë na. Ende vazhdojmë që është të jemi human. E për një fëmijë që është për shemë me nevojat veçanta që shekum pas fëmijën me sindromin Down, nuk ka mundësi me ja dalë për shemë. Nuk ka mundësi. Se ata dojnë këtë veçanta me ushqim. Me krejt, tani barë në atë pa morë për asysh ato që i kanë. Nuk mund është për një fëmijë shëndet shumë, mjaftojnë. Nderuar paqet shëndet dhe përshpresoj që gjithmonë t'jeni pranë
krejt këtyre fëmijëve që deri tash jeni kujdes për ta, pranë familjarëve, ju uroj çdo të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Uroj që mos të ketë fëmijë të praksisur nga familjet biologjike. Uroj që ky vend të bëhet një vend model për të tjerët, siç jemi ne si familje streuse. Domethënë në Kosova është një vend domethënë model edhe për tjera të vende që bëjnë strehimin familjar, ne familje streuse në për shtëpitë tona, domethënë. Jo në për Milan fëmijët në për institucione, në për rrugë, në për burrit fëmija, por rritet me një familje të shëndosh, e merr atë edukatën e shëndosh, edhe kur shkon të fëmija pa marrë parasysh kthehet tek familja biologjike ose në adaptim. Ai fëmijë është pak sadopak i përgatitur për me vazhdu jetën e tij. Faleminderit edhe një herë nderuar për gjithçka që na dhuruat. Faleminderit edhe juve, ishte krahasi.